të bashkojmë gjithë me 17 shkurt që ta japim mesazhin e unifikimit për një vlerë që është sublime për këtë. I kena diku në 7 minuta. Eliz, pikërisht ky mesazh i unifikum. Çu keni marrë me bëni mesazh të unifikum? Edhe a beson se ka vëdije politike? Ças lart, dalim për të. Unë mendoj që vëdia politike aktuale e ka cënuar hapësirën për me kriju mundësi për vlerat tona të përbashkëta. Debati për vlerat... Vlerë politike për mësë me dashme e degraduar, tani po më thojmë për degradon. Për vlerat e përbashkëta të saj shoqënie, debati mungën, ose është i cunguar, i pjesëzuar, tek e tuk, ose i mbi vendosur nga debati polarizues. A beson që mas t'i marrë që kena me dalë me një mesazh të unifikum, karshi kësaj gjykatët pa drejt? Unë e di që shka qenë dhe irën e kalume. Edhe i besoj, edhe ndjesis se njerëzve të Kosovës. Ne dikun rrugës vetëm e kemi huq që krejt debatin ton, edhe shoqërore dhe politik, e kemi tek ato që na ndajnë dhe asë njëherë tek ato që na bashkojnë. Nëse veç e rrotullojmë pak perspektivën. Po flasim për lider të jashtëzakonshëm të asaj kohën, se disa mujna me klasë për lider të sotit me vedien edhe kauzën që e kam pasit të kaluar. Duhet me ka përcy vetën, Fidan. Shikoni, për kauzat e mdhaja, për historitë e përbashkëta, për shtetin si platformë, e cila na përfaqëson të gjithve, jo për politikën, politikanët shkojnë e vinë, shteti është aty, pushteti shkon dhe ndryshon, e parëndësishme është ajo, kush merr më shumti është aty për të qeverisur dhe matet me qeverisje të mirë, jo me lafe. Ne kërkojmë që për marshin t'i kthejmë syt ka e mira, ka e përbashkëta, ka një vlerë sublime që u ritheksuar dhe nga Ismaili këtu disa herë, e cila ka mundësuar që ne të jetojmë të lirë, të kemi shtet dhe të kemi institucionet të pavarura. Pa qka nëse janë të lënduara, të cënuara, jo mirë të zhvilluara dhe ende qalojnë në shumë procese, shteti është proces si t'il dhe gjdo dit duhet të zhvillohet dhe të përmirësohet. Andaj edhe njëherë po du me shfryzu edhe një minut me i bo ftesë të gjithve pa dallim. Kemi me iftu, sidomos politikanët, me që janë shumë kontekst polarizus. Ju me ka ra shpeshe marrë në emision, të unë ja rikujtë edhe një orë para emision. Tash politikanët janë edhe influencerat më të maj shëshnisë tonë, se një shëshnje obsesionume me politikë. Edhe me vëmendje personale, jo me publikën. Po është e rëndësishme kjo që po e përsërisim në vazhdimësi që ata të kalojnë vetë vetën edhe gjejmë pika përbashkuse. Ka pikat mjaft? Ka shumë, jena lodhë me pika përqarse. Jënë disa pikë referenca që ndërthojnë edhe kohezionin e kësaj shoqënie e që liderët politik kanë për qëllim që qytetarin ta cytin drejt atyre norma dhe vlerave. Unë po du me besu që UÇK-ja është përtej vlerave partijake, UÇK-ja është përtej së cilës dioptri politike dhe është si vlerë edhe piknisje e përbashkimit edhe unifikimit tonë. Shqiptarëve, definitivisht. Eliz, cili ka me qenë mesazhet, cili është mesazh si për të një qka me dalë pas ti marshi? Mesazhi konkret, qaj unifikumi, qaj mesazhi unifikumi? Tani Ismaili po du më nalë të aspektin ndërkombëtar, mesazhin të qytetarët pas këtij marshi. Cili është misioni për me nxjerrë mesazhin e qartë? E para, slogani e tregon rrugën, kërkesën tonë. Por mesazhi në kuptimin afatgjat, duhet me qenë që ne duhet me e kuptu që vlerat tona të përbashkëta, historike, shoqërore dhe kulturore, mund të mos i ndajmë barabarsisht me njëri tjetrin, në kuptimin edhe kulturor, edhe geografik, edhe historik, edhe politik fundi fundit. Por duhet t'i përqafujmë si të tilla se na përfaqësojnë si shtet. Edhe është koha e fundit, është koha e fundit me e kuptu këtë edhe si shoqëri, edhe si institucione. E kemi të lirë mundësi me zgjedh, këtë dëshirojmë me na përfaqësu, sot këtë dëshirojmë nesër, por nuk e kemi luksin me copëzu vetë me duar tona historinë dhe kontributin e njerëzën në historinë e Kosovës. Cëllë është interesimi sot i komunave, kryetarëve njerëzve për marshin, se visi keni fillu me platformën, me Ne kemi fillu me i taku, nesër do të shkojmë në Ravec, pas nesër do të takojmë Zotri Gjinin në Gjakov, pas taj gjdo 2 ditë agenda ndryshon, do të takohemi me kryetarët e gjitha komunave mundësisht, nëse na presin, ideja është kjo, ftesa është kjo, po do të bëjmë, do më thonë, takimet zyrtare për mes kanaleve tona. Gjithsesi,
zyrtarisht do të takohemi me ta, po brenda një qyteti do të takohemi edhe me artist, edhe me sportist, edhe me, si ta themi, nëna të dëshmorëve, apo, për shembull Skenderaj do të shkojmë tek nëna e Lotrinit. Po. Disa takime mund të mos sjellin shumë mas, por kanë shumë përmbajtje dhe shumë histori, edhe shumë dhimbje dhe shumë dashuri. Dashuri, definitivt. So, këto takimet që i kemi në rastet caktuar edhe simbolike, në disa rastet të tjera institucionale, dhe në rastet të caktuara normalisht edhe në aspektin e dimenzionit të influencës, për shembull sportistët, artistët, që besa që përthot Ismaili, edhe politikanët që janë bërë goxha influencer, të më thonë kanë mundësi që përmes kanaleve të tyre mediale të bëjnë vetë